Allora, questo video flas shqip tash, është për Agron Balaban Pasha Sheu. Pastaj shtojmë Agron George Sali Mojsi Pilinci Balaban Pasha, tutti, Berisha, Grateri, një kompani ose e në organizuar me Itali e me Shqipëri për të vrarë super të shenjtin presidentin Trump. Va bene? Për të ekzekutuar. Va bene. Siete qua. Po unë e kam bërë më shpejt të punë. E kam quar presidenti Trump qua. Këtu, e kam quar. Agron Balaban Pasha Sheu. E i thua ti Taulant Balës do të i zvarë. Tjere këshen bikësheni. O plerë. Taulant Balës ti hashat mutin që bën çdo mëngjes. Të themu tash. Edhe se do t'i shikoj unë ato pronat e tua. Do vi unë vetë Shqipëri. Shiko këtu, se mos ke arritur deri në ushtim. Zini ushtima është dajua im. I kishte duart deri në bryl me tela me gjëmba. Në rregull, jemi në rregull. Këtu është i dënuar për të dytë. E shikon këtu. E shikon e lexon. Vërtetojmë se shtetasi Zini ushtima është dënuar me vendimin numër 44 datë 20/9/1954. 16 vjetë burg dhe në bazë të identitetit të marrë në këtë gjendje gjyqësore civile. Zini ushtima i biri Mustafait. Mustafa Lika ushtima është gjyshi im. Ka pasur gjysmën e ushtimës edhe unë nuk kam kërkuar. Ai mali që është mbi ushtim, nëna ime më ka thënë që është Joni. Edhe unë nuk kam ardhur. Edhe nuk vi. Se nuk vi në gjokatat fakoshise të Sali Berishës. Në rregull. Por mos ke vajtur deri atje. Kur dajua im nuk dinte të mbante dy feku në rovolet. Ai nuk dinte se është tjetër gjë baba im. Është tjetër gjë. Që është i qetës plak të Vlorës. I plagosur 2 herë. E do vi për gjakun e babait tim. Pse? Se kasaforta e gjakut babait tim është Partia Socialiste. Është flamuri i Skënderbeut. Që nuk e talë do të bythën edhe asë njeri tjetër. Me flamurin e Skënderbeut. E më dini aty, qenë bësira, pjella e djallit. E këshu, Taulant Balës jote nuk ke i do të zvarti se jam unë gjallë, akoma. Do të hash mutin, si do të bëja i do të hash, do të detyroj unë të hash mutin. Ndajemi këtu bashkë.